Megi Zoga, cilat ishin mesazhet kryesore që i përcollët PPE-s për situatën në Shqipëri dhe a morët mbështetje konkrete nga PPE për opozitën shqiptare? Megi, faleminderit për pyetjen. Tani, të themi të vërtetën, PPE-a ka dhënë një ndihmë këtu pavarësisht se propaganda dhe zhurma nuk ka lejuar të perceptohet, po i ka dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme politike Shqipërisë. Po të kemi parasysh, Megi, vetëm deklaratën e Valencias, po ta lexoni ju, që u votua nga të gjitha partitë e qendrës djathtë të Europës në Valencia, ajo është platforma politike dhe mbështetja politike më e madhe për këtë vend, në cilin Edi Rama dhe regjimi i Shqipërisë dënohet si një diktaturë autoritare që shtyp pluralizmin, përdor institucionet për shtyp pluralizmin, që zhvillon farsa elektorale, që ka lidhje të ngushta në nivelet më të larta me krimin. Pra, dhe përveç kësaj, kjo rezolut ka ardhur pas rezolutës që PPE-a ka miratuar në Maltë. Natyrisht, kulmore për ndihmën ndaj nesh ishte misioni fact-finding, fakt mbledhës, që erdhi 3 javë më parë në Shqipëri, i përbër nga sekretarët ndërkombëtar të 30 partive politike të qendrës djathtë, Bashkimit Evropian dhe vendeve të asociuara, ku ata hartojnë një raport dhe e qarkullojnë për qeveritë e tyre, e qarkullojnë për institucionet ndërkombëtare. Në këtë kuadër, sigurisht që takimet që zhvilluam aty dhe bisedat ishin shumë të rëndësishme, por të thënë të vërtetën, nuk do të thënë, aty ekziston një vetdije e plot për situatën në Shqipëri dhe ka një mbështetje të plot për ne. Edi Rama sot është i bllokuar, mund të them, edhe një herë theksoj se ai që nëpërmjet mashtrimit dhe lobimit kishte arritur të konsiderohej si një shembull që shkelqente ylli i tij, është shuar përgjithmonë dhe sot është një figurë e zezë në rreth të kuq që pritet me padurim largimi i tij. Ervisa Zizolli, përshëndetje doktor, a do t'jetë protesta e nesërme një qëndrese gjatë dhe si e vlerësoni aktualisht reagimin e ndërkombëtarëve ndaj krizës politike në vend? Protesta e nesërme do t'jetë kryengritja më e fuqishme paqësore dhe do t'jetë mesazhi më i fuqishëm që shqiptarët i dërgojnë regjimit Edi Ramës. Kurse mendoj se qëndrimi i komunitetit ndërkombëtar ka qenë jashtëzakonisht i drejtë dhe duhet kemi parasysh se komuniteti ndërkombëtar ka spektrin e tij, por deklaratat e bëra në kuadrin e komunitetit ndërkombëtar kanë qenë një mbështetje e hapur për shtetin ligjor, për dënimin kundër korrupsionit, denoncim i vendimeve që Edi Rama mori për të bllokuar prokurorinë speciale dhe heqjen e imunitetit Belinda Ballukut. Sikundër, Komisioni Evropian veçoi Shqipërinë, me qëndrimin e tij veçoi Shqipërinë nga Mali i Zi dhe Malnezi votoi për kalimin e kapitullit me vlerësime shumë pozitive, kurse Shqipëria mbeti në klasë. Pra, mund të them se komuniteti ndërkombëtar ka mbajtur qëndrimet në mbështetje të ose kundër grushtit shtetit që po bën Edi Rama me bllokimin e drejtësisë, në mbështetje të funksionimit të shtetit ligjor, në mbështetje të kushtetutës, por dhe në mbështetje të kërkesave të opozitës shqiptare që janë në këtë linjë.
Kjo është vlerësimi im dhe kam mirënjohje. E theksova dhe parë dhe për Partinë Popullore dhe edhe për Komisionin Evropian për qëndrimet e tyre. Natyrisht, ata marrin masat e tyre, por ne na takon njeri këtu në Shqipëri të vijë që të heqë qeverinë nuk do ketë. Do jemi ne vetë që të mbështetur jemi sot, se ne po luftojmë për një kaos të drejtë, një qeveri që blokon luftën kundër korrupsionit, një qeveri që shtron zgjedhjet në farsë, nuk ka legjitimitet. Ndaj dhe ne po bëjmë gjithçka për largimin e saj. Dhe në fakt, në vazhdën e kësaj përgjigje, pritet ndonjë lëvizje tjetër nga ana e komunitetit ndërkombëtar, pyet Geraldina Kola. Pra, mund të bëjnë ata diçka më shumë? Geraldina, sigurisht që ata nuk pajtohen kurrë. As me farsën zgjedhore, as me bllokimin e luftës kundër korrupsionit dhe bllokimin e drejtësisë. Por do të kemi një gjë parasysh. Lëvizja e fundit e Edi Ramës, Geraldina, është lëvizja më anti-shqiptare që është bërë ndonjëherë, më antikombëtare. Lëvizje me të cilën Edi Rama kërkojnë nga Bashkimi Evropian që t'i japin Shqipërisë së bashku me Serbinë vetëm marrëveshjen tregtare dhe lëvizjen e lirë, kurse paketën politike, përfitimet politike dhe të drejtën e votës të mos e japin. Pse e bëri Edi Rama këtë akt? Edi Rama dhe Aleksandar Vučić, patroni dhe Argati, e bën këtë në kundërshtim me interesat flagrante të kombeve të tyre dhe vetëm për pushtetin e tyre. Por, ana tjetër, Edi Rama me këtë akt antikombëtar rrjedhtoi Shqipërinë krahas Beogradit, krahas aleatit kryesor të Moskës në rajon. Barazoi Shqipërinë me Beogradin, i cili nuk denon, i cili nuk respekton sankcionet e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s ndaj Rusisë, i cili nuk pranon kurrë të njohë Kosovën, i cili përzihet në destabilizimin e Bosnjës, Kosovës dhe të rajonit. Edi Rama e gjeti tani për ortak një akt i shëmtuar antikombëtar, por që ka treguar para shqiptarëve karakterin e vet. Dhe duhet të informoj shqiptarë se ky Argati Vučićit ka urdhëruar ndër ambasadat që të mos kenë asnjë lloj takimi me ministrën e drejtësisë të Kosovës, zonjën Donika Agërvalla, sepse ajo denoncoi publikisht me guxim letrën e përbashkët Rama Vučić. Arrin gjerë në këtë verbëri të kërkoj, e cila me shumë mundësi Donika është edhe shtetase shqiptare, se ajo ka ardhur tu fëmijë dhe arrit në Shqipëri, pra shkon në verbëra të pafundme. Megjithatë, e them këtu prapë se nuk ka asgjë më jetike sa të mbrojmë vokacionin ton perëndimor, të mbrojmë procesin e integrimit ton në Bashkimin Evropian, në vend të pasaportës europiane që premtoi çdo miting dhe në çdo takim, tani ofron pasaportën e Beogradit. Ne këtë s'do t'ja pranojmë kurrë. Vijoj me një pyetje jo politike. Genti Çela, përshëndetje doktor, duke njohur disi pasionin tuaj për letërsinë, gëzuar ditën ndërkombëtare të poezisë. Cilët janë poetët tuaj të preferuar shqiptar dhe të huaj? Ju përshëndes nga Pogradeci.